Doktoresha mjeke specialiste ginekologe Trina Nushi Jahjaka, duke folur për infertilitetin, në mes tjerash pohon se kjo dikur duhej shëruar jashtë Kosove, e tani më ka mundësi që kjo të bëhet edhe në Kosovë. Ajo duke folur për televizionin Besa, në mes tjerash ka folur edhe për shkaktare që janë kryesisht martesat e vona, të cilat vinë edhe për shkak të rrethonave të krijuara, kur të rejat kërkojnë të krijojnë personalitetin, karrierën e pastaj të vije martesa. Çdo çift i cili planifikon të ketë një fëmijë, po për një vit nuk arrin një rezultat të tillë, ne fusim në kategorinë me të cilën ballafaqohen me infertilitetin. Zakonisht shkaktarët janë të shumë, si nga ana e mashkullit, ashtu edhe nga ana e femrës, por edhe një pjesë është ndrej shkaktarëve për të cilët ne nuk i dimë. Për atë sa i përket përqindjes, apo mund të themi domethënë çka mund të ndikojë në këtë fushë, ne i ndajmë 30% ndikon prej faktorit mashkull, 30% prej faktorit femën, 10% nuk mundemi me ditë, domethënë çka mund të jetë shkaktari, për atë hyn edhe në kategorinë e infertilitetit të paspjeguar. Ajo gjithashtu njoftoi edhe për pacientët se te kush duhet të kërkohet ndihma, kurse ajo nuk harroi të akceptojë e të veçojë edhe faktin se mosha 30 deri në 35 vjeçare, nëse pas një viti martese nuk mund të ketë shtatzani, duhet të kërkohet ndihma e ginekologut profesional. Po meqense sot martesat janë të shtyra, do të thotë derisa para 20 viteve martesa kryesisht kanë ndodhur mes moshës 20 deri në moshën 25 vjeçare, sot martesat kryesisht ndodhin mes moshës 30-35. Me shtyrjen e martesës, do të thotë rritet edhe shkalla e infertilitetit, sidomos kur kemi të bëjmë me faktorin femër, e cila ka një orë biologjike të caktuar ku edhe luan rol në arritjen e shtatzanisë. Sot me rëndësi është karriera, do të thotë shkollimi, arritja, realizimi i ambicijeve të gjinisë femrore sidomos, por edhe shtyrja e martesës, po edhe vitet ginekologjike shtyhen do të thotë në mbi moshën 30, kohëve të fundit vit 35. Nuk është shkaktari kryesor, do të thotë po është një prej shkaktarëve, se normal çiftin e forgon si faktori mashkull, ashtu edhe faktori femër, po në njëjtën kohë do të thotë edhe prej faktorit mashkull gjithashtu luan rol stili i jetës, forma, bashkëtesa, shumica e çifteve ballafaqohen me jetë të ndarë, derisa gruaja rrin për shembull në Kosovë, burri duhet detyrohet të shkojë të punojë jashtë vendit, ku edhe me mujtë të tanë ndoshta nuk vjen deri te takimi mes çiftit, për atë edhe rritet edhe shkalla e infertilitetit, po edhe pamundësia arritjes së një shtatzanie spontane. Nga mosha 35 deri në 40 vjeçare duhet, po aq sa pas 6 muajve nëse nuk arrihet shtatzania, të kërkohet ndihma e mjekut, kurse mbi 40 vjeç, atëherë ajo ndihmë duhet të kërkohet menjëherë. Zakonisht e kategorizojmë sipas moshës së gruas, do të thotë deri në moshën 30 vjeçare, nëse për një vjet nuk arrin të ketë do të thotë një shtatzani në mënyrë natyrale, duhet të lajmërohet te ginekologu. Për moshën për femnat të cilët janë prej moshës 30 deri në moshën 35 vjeçare, 6 muaj është koha e limituar ku nevojitet të lajmërohet, ndërsa prej moshës 30 deri në moshën 35 deri në moshën 40 vjeçare, diku deri në 3 muaj, ndërsa mbi moshën 40 vjeçare, si të martohen duhet të lajmërohen te ginekologu, do të thotë i fushës së caktuar për infertilitet, për të parë në si qëndron gjendja e tyre rreth organeve reproduktive. Ka raste ku kemi mbas shumë viteve, do të thotë shumica kanë kërkuar edhe zgjidhje jashtë vendit, sot nuk ka nevojë të trokasin në dyert jashtë vendit, ku duhet të shpenzojnë edhe kohë, edhe do të thotë qoftë edhe materialisht të dëmtohen çiftet. Sot Kosova i plotson këto kushte me qendra të caktuara të specializuara ku mirën me problemet e infertilitetit. Edhe Kosova ka arritur, do të thotë ka arritur në pikën ku mund të themi se ballafaqohemi me ekspertët ndërkombëtar, kemi qendra të caktuara, kemi spitale të specializuara në fushën e infertilitetit, po zgjidhja është shumë e rëndësishme të trokasin në dyert e duhura për të arritur zgjidhjen e duhur. Ajo po kështu ka mesazhin e saj se vetëm trajtimi profesional ka sukses optimal. Është shumë e rëndësishme kur dëshirojnë të kenë një fëmijë, por nuk e arrin atë zgjidhje, të lajmërohen tek ekspertët e caktuar.
Dhe është një mesazh me një platformë të Është një mesazh se zakonisht ballafaqohemi në momente shumë të shtyera, të themi, domethënë kur janë shuajtur të gjitha mundësitë e mundshme, janë shtirë, në fund lajmërohen te një ekspert ku edhe ne nuk mundemi t'ju bëjmë zgjidhje. Për atë është më rëndësishëm, nëse ekziston problemi, mos ta fshifin problemin, të kërkojnë zgjidhje dhe të lajmërohen në mënyrë të hapur, sadopak të kenë informata të caktuara, gjithashtu edhe të orientohen në zgjidhje të caktuara. Ndërto me prodhime vendore.